Deri në vitin e ri, Nikola Gruevski do të përgjigjet për keqpërdorimet dhe krimet e tij. Kështu është shprehur lideri i opozitës Zoran Zaev në një intervistë për të përjavshme në Fokus. Ai është i bindur se prokurori special do ta nxjerrë përpara drejtësisë kryeministrin aktual. Zaev gjithashtu ka paralajmëruar se bombat e papublikuara, përfshirë edhe atë për rastin Monstra, do t'i prezantohen prokurorit të ri në formë të padive të reja që do të përgatiten nga një grup punues partijak. Lideri i opozitës thotë se prokurori special do të sjellë drejtësi edhe për palët e tjera të dëmtuar nga afera e përgjimit. Gjithçka që lidhet me përgjimet dhe gjithçka që del nga ato është kompetencë e tij, jo vetëm rasti Puçi dhe bisedat, por edhe nëse gazetarët, OJQ-t, biznismenët, siç kanë paralajmëruar, ngren procedura penale për të kërkuar drejtësinë. E gjithë kjo do të jetë në kompetencë të prokurorit special. Pres dhe si njeri edhe si politikan një hetim të pavarur dhe apeloj, nëse Zaevi me njerëzit e tij janë fajtor, le të përgjigjen, por nëse Gruevski dhe njerëzit e tij janë fajtor, edhe ata le të përgjigjen. Nuk duhet të kursehet askush, thot Zaev. Prokurori i ri special do të zgjidhet më 15 shtator me konsenzus të 4 partive më të mëdha, VMRO, LSDM, BDI dhe PDSH. Për më 1 shtator, Zaev ka paralajmëruar edhe kthimin e deputetëve të opozitës në kuvent, ashtu siç parasheh marrëveshja e Pozhinos dhe aneks marrëveshja 15 korrikut.